71 nxënës kanë munguar në orët mësimore të së premtës në shkollën fillore Zenel Hajdini në Vranjec të Prishtinës, pa paralajmërim para prak. Ata janë pjesë e 6 klasave që me vendim të drejtorisë komunale të arsimit nga fillimi i vitit shkollor janë zhvendosur nga shkolla Asim Vokshi në atë Zenel Hajdini ku zhvillohet mësimi gjithditor. E për mungesën e këtyre nxënësve në këtë shkollë, drejtoresha e kësaj shkolle, Mirvete Bahtiri, nuk ka pranuar të flasë para kamerës. E ai i shkollës Asim Vokshi, Nazef Jashari, përgjegjësinë për nxënësit që munguan, ia atriboi institucionit shkollor në të cilën ata aktualisht i vijojnë mësimet. Drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Samer Shahine, i cilësoi mungesat si pjesë të bojkotit me prapavi politike. Bojkoti është i nxitur nga të njëjtit organizator me prapavi politike nga lëvizja vetëvendosje. Të njëjtit organizator kanë nxitur protesta para zgjedhjeve të 12 tetorit e tash, 2 ditë para zgjedhjeve të balotazhit, zgjedhin bojkotin. Dyshojmë se kjo është nxitur me arsyetimin se nuk janë plotësuar kushtet për mësim tërditor. Nuk qëndron një gjë e tillë, derisa në këtë shkollë kemi kryer investime të mëdha në renovim të thellë të objektit. Për bojkot foli edhe kryetari i Këshillit të Prindërve në Prishtinë, Nexhmi Hoxha, tek tha se ai është organizuar nga disa prindër dhe pa dijeninë e Këshillit. Jo Këshilli i Prindërve, disa prindër kanë në këtë kohë, në këtë moment, kanë filluar me të njëjtin avaz sikur edhe para një muaj dite kur ishin edhe në atë kohë ishin zgjedhjet, tash zgjedhjet janë të diellën edhe herën e kaluar njësoj dhe po dalin kundër Këshillit të Prindërve, kundër shkollës, kundër dy klasë që e kanë bënë marrëveshje, ata e kanë bënë marrëveshje, i ka ndo kohë të caktuar bashkërisht me dy kanë, dhe ata kanë thonë që po e bojkotojnë mësimin që nuk është në rregull. Nuk është në rregull me bojkotu mësimin, është në rregull me protestu dhe me kërku me kërkesat, format ndryshme, po jo me bojkotu asnjë orë, nuk është në rregull me bojkotu. Ai tha se disa prindër kanë shprehur pakënaqësi ndaj reformës së mësimit gjithditor dhe kanë kërkuar që fëmijët e tyre të kthehen në shkollën Om. Prindërit e shkollës Zenel Hajdini kanë kërkuar që të kthehet, mos të aplikohet një pjesë, mos të aplikohet mësimi tërditor dhe të kthehen në shkollën Om që kanë qenë në Asim Voksh, një gjë të cilën drejtoria e arsimit e ka refuzuar për arsye se kanë qenë të njoftuar me kohë se mësimi tërditor do të fillojë në shkollën Zenel Hajdini. Për këto arsye, prindër të nxënësve në shkollën Asim Vokshi patën protestuar më 14 tetor para objektit të shkollës Zenel Hajdini me kërkesë që fëmijët e tyre të kthehen në shkollën në të cilën e kanë vijuar mësimin para kalimit në procesin e mësimit gjithditor. Ata kanë thënë se vendimi për zhvendosjen e nxënësve në objekt tjetër shkollor është marrë pa konsultim me ta.